Të dashur vëllezër, a e dini se cilat vepra janë që më së shumti i fusin njerëzit në xhennet? Ndoshta ne nuk pyesim për këto vepra, ne pyesim se si të bëhemi të pasur, si të arrim një grad në shkollat të cilat i mësojmë. Kretë këto është në rregull, mirë po a kemi pyetur ndonjëherë se cilat janë ato vepra të cilat më së shumti njerëzit i fusin në xhennet. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na tregoi. Tha janë dy vepra të cilat më së shumti i fusin njerëzit në xhennet. Tha taqwallahi wa husnul khuluq. Tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, devotshmëria dhe morali i lartë, morali i mirë. Andaj të pajisemi me devotshmëri dhe të pajisemi me moral të mirë, lutim Allahun azza wa jall dhe me shpresë të madhe tek ai se do të na mundson që të jemi prej xhenetlive.